A e ke ditë që për mu bo milioner të nevojitet vetëm një garazh, normal edhe mendja. Sot du ju tregoj histori suksesi, jo një për disa. Po du me fillu me Steve Jobs dhe Apple. Në vitin 1976, Jobs bashkë me dy shokët e tij të ngushtë themeluan Apple Computer në garazhin e shtëpisë së tij. Ata krijuan Apple I, kompjuterin e parë personal që ndryshoi botën e teknologjisë. Dhe kjo i çoi drejt suksesit dhe milionave. Po vazhdoi me Bill Gates dhe Microsoft. Në vitin 1975, ata themeluan Microsoft dhe transformuan atë në një kompjuter të fuqishëm të software-it. Gates mori një hap të guximshëm kur firmosi një kontratë me IBM për të krijuar një sistem operativ për kompjuterët e tyre, duke sjellë MS-DOS në treg dhe më pas Windows, një nga sistemet operative më të njohura të gjitha kohrave. Po vazhdojmë tek Facebooku. Mark Zuckerberg, një student në Harvard, filloi të zhvillonte një rrjet social për të lidhur studentët e universitetit në vitin 2004. Ai quajti këtë rrjet The Facebook dhe u bë shumë i popularizuar, ndërkohë që ai zgjeronte në universitete të tjera. Pas disa muajsh, ai dhe shokët e tij të klasës, Eduardo dhe Dustin, shndruan këtë ide në një kompani dhe e quajtën Facebook. Pasi pranoi fonde nga investitorët, ai e rriti kompaninë dhe e bëri atë një nga rrjetet sociale më të mëdha dhe më të njohura në botë. Nga Mark Zuckerberg vazhdojmë tek Elon Musk, Tesla dhe SpaceX. Në vitin 2004, Musk investoi në Tesla Motors, një kompani që do të zhvillonte makina elektrike. Ai e mori drejtimin e kompanisë dhe e ndihmoi atë të bëhej lider në industrinë e makinave elektrike. Po ashtu, ai themeloi SpaceX në vitin 2002, një kompani që ka bërë një revolucion në industrinë e hapësirës me raketa që mund të përdoren për hapësirë. Musk ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në sektorin e energjisë, transportit dhe hapësirës. Është një nga njerëzit më të pasur dhe më të njohur në botë. Më trego suksesi i cilit nga këto emra është inspirim për ju.